Civil Media. Faleminderit, Xhabir. Unë do të filloj me atë që profesorisha Neqeska në fillim foljes bashkë me Gjavdet Ajredi, mendoj se me të vërtet problemi më i madh është ajo sjellje në klane, në fise, dhe mendoj se burimi vidani i këtij problemi që po multiplikohet në shoqëri është modeli diçjeror. Thjesht deputetët, ata të cilë qytetarët po i zgjedhin nuk janë të zgjedhur nga qytetarët por nga partjakët. Andaj edhe përgjegjësia e tyre shkon ndaj partisë dhe ndaj udhëheqësit të fisit që do thoshte profesorisha e jo ndaj popullit, për shkak se populli nuk po voton për njerëz ose për deputet, por voton për partit. Partita patën sukses që të absorbojnë ose të thithin të shoqërinë, të pervertojnë dhe të na nxisin neve në gjunjë më 30 vite të jetojmë në kushte të mërshme të represionit, të nënshmimit, të mos respektimit të drejtës, të drejtësisë, të gjyqësorit të sistemit ligjor. Mendoj se si perspektiv, ne si organizata qytetare, edhe pse jo të gjithë merrem me sistemet zgjedhore, por ne nëse nuk fokusohemi, nëse së bashku nuk do të thojmë se në fillim të vitit do e kërkojmë listat e hapura në zgjedhjet e radhës, duam të votojmë për persona konkret, të cilët do të ofrojnë ide konkrete. Prej këtu do të fillojë të shkëmbëzohet në reformat. Para kësaj nuk mund të presë të ketë ndryshime në sistemin, se të ketë ndonjë boost në luftën kundër korrupsionit. Çfarë do ndryshimi? Për shkak se tek ne është dalur para spesha se ku duhet të kërkohet përgjegjësia jo ndaj partit, por ndaj atyre të cilët ju kanë votuar. Dhe për të pasur një farë bazë për ndryshime, kjo është gjë e parë. Gjë e dytë për të cilën dua të flas është ajo deklaratë që po rrjedh rregullisht nga intervista ime me Civilin. Mendoj se në mënyrë perspektive për këtë vit do të fillojmë parasysh të kemi deklaravit. Të shprehurit të politikanëve dhe të partive, duke thënë se blokada e vëmëros dhe në BDI-s është skandaloze në ligjin për ndalim dhe mbrojtjen nga diskriminimi. Pse është skandaloze? Për shkak se BDI është një parti e cilën rrënjën e programit të saj janë eurointegrimet. BDI është një parti e cila e mori sektorin e integrimit evropian dhe po e udhëheq në qeverinë e Republikës së Maqedonisë. BDI është një parti e cila në kohën e njëjtë muaj përderisa udhëheq sektorin e integrimeve evropiane në qeverinë e Republikës në Maqedonisë e blokon ligjin i cili është një prej çështjeve kryesore për hapje të negociate për aksesim në Bashkimin Evropian, ose unë jam budalla, ose unë nuk po kuptoj se si mundet një parti që në thelbin e programit të vetë dhe po ju udhëheq eurointegrimet të qeverisë, prej ka gjitha mekanizmat dhe burimet për të na drejtuar pak më tutje në rrugën integruese. Në kohë të njëjtë bllokon një ligj për të cilin Komisioni Evropian thotë nuk hapim negociata. Ku është e vërteta këtu? Mendoj se këtë vit do të fillohen pak më shumë të ndjejmë deklarata të rrënjshme dhe
Vëlla një atëherë ndoshta pak më shumë do i vjera asaj atij koalicionit të bashkëlur mes VMRO dhe PMN-s dhe BDI-s, e cila me siguri bazohet në sistemeve të përbashkëta të tyre, korrupsion, totalitarizëm, populizëm e të tjerë. Kjo është gjë e dytë që desha të dhe gjë e tretë për të cilën të flas para se të përfundoj, është se ne në fund si një shoqëri do të duhet këtë vit të dekalojmë panikën dhe frikën nga definitiviteti i statusit tonë. Mendoj se në këtë moment tek ne po ndodh një panik. Për shkak se ne 30 vite ndoshta kemi qenë sloven, ndoshta kemi qenë antik. Slavos e antik. Ndoshta duam NATO, ndoshta edhe nuk duam. Ndoshta duam Bashkimin Evropian, e ndoshta vetëm diçka nga Bashkimi Evropian, për shembull, të hollat për gjë tjetër. Në tërkohë, në mënyrë fluide, kishim mundësi që të ekzistojmë dhe na u bë mënyrë e jetës, mënyrë e vetë pranimit dhe veçikimit, që të mos kemi asgjë përfundimtare. Deri tani mundeshim të jemi Republika Maqedonisë, ishte Republika Jugoslave, mirë po tani ma jemi Republika e Maqedonisë së Veriut, pra urime. Tani jemi pra Republika e Maqedonisë së Veriut, po bëhemi pjesë e NATO-s dhe të shpresojmë se të kemi negociata dhe të mund të lëvizemi ka Bashkimit Evropian dhe kjo nënkupton një status definitiv të këtij kolektivit të kësaj shoqërie dhe kemi panik dhe frikë nga kjo, për shkak se nuk duam ende të theksojmë se kush jemi, çfarë jemi dhe ku jemi të drejtuar. Mirë, po e kemi patjetër dhe mendoj se tani është momenti për diçka të tillë. Faleminderit. Civil Media